Erald Heqimaj, 33 vjeç nga Fjeri dhe banues në Tiranë, i arrestuar si një nga autorët të dyshuar të sulmit ndaj Komisariatit nr. 3 të policisë pas protestës së 4 korrikut, është nxjerr nga paraburgimi dhe do të hetohet në gjendje të lirë. Gjykata e Tiranës vendosi zbutjen e masës së sigurisë duke pranuar kërkesën e prokurorisë së Tiranës, e cila po heton incidentet e ndodhura pranë Komisariatit nr. 3. Sipas policisë, Heqimaj së bashku me persona të tjerë të shpallur në kërkim, goditi dyert dhe dritaret e komisariatit pranë ambienteve të pritjes së qytetarëve. 33 vjeçari nuk rezulton me precedent penal. Në dëshminë e tij, ai ka deklaruar se reagoi ndikuar nga atmosfera e protestës dhe fryma e turmës, e cila kishte në fokus kërkesën për lirimin e 19 të arrestuarve pas përplasjeve pranë parlamentit. Për këtë ngjarje, policia ka identifikuar edhe 11 persona të tjerë, 7 prej të cilëve hetohen në gjendje të lirë, ndërsa 4 janë shpallur në kërkim.